Fansat në rrjetet sociale janë shfaqur të mërzitur dhe të zhgënjur nga lajmet për ndarjen e Xhensila Myrtezajt dhe Bes Kallakut. Për shumë prej tyre, ky çift ishte një simbol dashurie, përkushtimi dhe familjeje, ndaj lajmi i largimit të tyre nga njëri tjetri ka sjellë shumë reagime dhe trishtim. Shumë fansa shkruajnë se e kanë të vështirë të pranojnë që një histori e bukur, e ndërtuar për vite me radhë, ka përfunduar në këtë mënyrë. Në komentet online, njerëzit kujtojnë me mall periudhat kur Xhensila dhe Besi shfaqeshin gjithmonë të buzëqeshur, të thjesht dhe shumë të afërt me publikun. Të shumt janë ata që rikthejnë videot e vjetra, këngët dedikuese apo momentet familjare që dikur ndanin me ndjekësit. Këto kujtime i bëjnë fansat të ndjejnë një nostalgji të fortë për atë kohë kur gjithçka dukej e plot dhe e pandashme. Mes gjithë kësaj trishtimi, ka edhe shumë fansa që shprehin me keqardhje se ndarja e dy artistëve të dashur ka lënë një boshllëk në zemrat e tyre. Ata e kanë përjetuar këtë ngjarje si një humbje personale, sepse ishin mësuar t'i shohin gjithmonë së bashku, duke mbështetur njëri tjetrin në karrierë dhe në jetën private. Për publikun, Xhensila dhe Besi nuk ishin vetëm dy personazhe të famshme, ishin një familje që rrezatonte dashuri. Ndërkohë, në një intervistë të fundit, Xhensila ka zgjedhur të flasë me shumë maturi dhe respekt për Besin. Ajo është shprehur se pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, ka ende vlerësim dhe mirënjohje për të si baba dhe si njeri. Fjalët e saj të qeta dhe të matura kanë prekur fansat, të cilët e vlerësojnë qasjen e saj pa dramë dhe plot dinjitet. Shumë prej ndjekësve komentojnë se deklarata e Xhensilës tregon qartë se midis tyre ka ende respekt dhe një lidhje të fortë emocionale, të paktën për shkak të fëmijëve. Kjo ka shtuar shpresat e atyre që besojnë se ndonjë ditë, kur plagët të jenë shëruar, ndoshta dyshja mund të gjejë sërish rrugën drejt njëri tjetrit. Fansat vazhdojnë të mbajnë gjallë idenë se dashuria e madhe nuk shuhet lehtë. Në rrjet shpesh lexohen komente që shprehin besimin se ndarja e tyre është vetëm një periudhë e vështirë dhe jo një fund i pakthyeshëm. Njerëzit rikujtojnë momentet kur ata bënin surpriza për njëri tjetrin, festonin ditëlindjet në mënyrë të veçantë ose ndanin fjalë plot dashuri publikisht. Këto kujtime u japin fansave shpresë se ndoshta jeta mund t'i bashkojë sërish. Megjithatë, të tjerë fansa e shohin ndarjen si një proces të dhimbshëm që kërkon kohë dhe qetësi. Edhe pse e dëshirojnë rikthimin e tyre, ata e respektojnë vendimin e dy artistëve, duke uruar që secili të gjejë lumturinë, pavarësisht nëse rrugët e tyre bashkohen apo jo në të ardhmen. Ata e vlerësojnë faktin që të dy janë prindër të përkushtuar dhe po përpiqen të ruajnë një marrëdhënie të shëndetshme për fëmijët. Në fund, një pjesë e madhe e publikut vazhdon të mbajë shpresë se një ditë Xhensila dhe Besi do të rikthehen bashk, ashtu si dikur. Ndoshta koha do të shërojë gjithçka dhe dashuria që kanë patur do të gjejë një mënyrë për t'u rikthyer. Deri atëherë, fansat i mbështesin nga larg, me mall, me respekt dhe me dëshirën që kjo histori e bukur të mos ketë marrë fund përgjithmonë.